Udhëtimet me avion vjojnë të udhëheqin tregun e transportit duke dëshmuar vit pas viti shifra pozitive. Të dhënat më të fundit referuar Institutit të Statistikave flasin për një rritje të numrit të pasagjerëve në tremujorin e parë të këtij viti. Konkretisht për periudhën janar-shkurt-mars 2025 kanë udhëtuar rreth 2 milion pasagjerë. Një vit më parë kjo shifër ishte 1.9 milion, duke konfirmuar një rritje prej 9.1% krahasuar me një vit më parë. Por teksa numri pasagjerëve është rritur, numri fluturimeve është njësoj sa një vit më parë. Në total, në hapësirën ajrore shqiptare kanë fluturuar rreth 65.000 avion, ku 80% e tyre e zënë mbi kalimet. Ndërsa sa i përket fluturimeve direkte për dhe nga aeroporti Rinasit, rezultojnë të jenë 13.332, gati njësoj sa në tremujorin e parë të vitit 2024. Në tregun ajror shqiptar operojnë 19 kompani ndërkombëtare fluturimi dhe 1 shqiptare, ndërkohë që kjo rritje e fluksit të pasagjerëve vit pas viti i dedikohet hapjes së tregut, hyrjes së kompanive low cost, si dhe lidhjes së aeroportit të Tiranës me gati 150 destinacione europiane dhe jo vetëm.